Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shkupi është ndalesa e radhës së protestës në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës që po mbajnë në paraburgim në akt. Ne ju njoftojmë sot që është saktuar data, është data 13 dhjetor, në ora 13, në sheshin Skënderbej në Shkup do mbahet protestë e kundër padrejtisë që po zhvillohet në dhomat e specializuara në Hagë. Nga kjo protestë është distancuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickoski. Kjo deklaratë është vlerësuar e papranueshme nga nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Gazmend Sylla. Neve nuk i kemi bërë ftesë zotit Mickoski me marrë pjesë në këtë protestë, me tregu drejt këtu janë të ngjashme me deklaratat e Georgievskit në vitin 2001, po ai kryeministri të atëhershëm, deklarata që nuk tregojnë unitet të gjitha komunitetet që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, po më shumë përçarje. Prandaj për neve kanë qenë papranueshme sepse duke pasur parasysh faktin se këto protesta ne që i bëjmë këmbë në për vende të tjera asnjëherë nuk kemi qëllim me ndikuar politikat e tyre të brendshme atje. Tha nënkryetari i organizatave të veteranëve të luftës Gazmend Sylla. Protesta në mbështetje të çlirimtarëve të Kosovës gjen përkraje nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Kreu i opozitares shqiptare vlerëson se protesta në përkraje të çlirimtarëve që do të mbahet më 13 dhjetor në Shkup do të jetë një zë i fuqishëm i qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Përmes rrjeteve sociale, Ahmeti tha se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte dhe mbetet e drejtë çlirimtare dhe mbështetur nga bota demokratike. Ai po ashtu bëri thirrje për pjesëmarrje masive. Në 13 dhjetor në orën 1 organizohet demonstrat në përkrahje të luftarëve të lirisë që padrejtisht mbahen në burgjet e Hagës. Në orën 13 në sheshin Skënderbej në Shkup organizohet demonstrat. Pas Prishtinës dhe Tiranës, tani dhe Shkupi do të buças për të vërtetën dhe drejtësinë. Sheshi Skënderbeu në Shkup do të jetë zëri i fuqishëm i qytetarëve që kërkojnë drejtësi për çlirimtarët tanë, apelon Ali Ahmeti. Lëvizje e gabuar e Ahmetit e komentoi kryeministri Histria Mickoski protestën e paralajmëruar të liderit të BDI-s në mbështetje të ish pjesëtarëve të UÇK-s që po gjykohen në akt. Me këtë protestë po mundohen të mobilizohen para kongresit të partisë. Me këtë ata vetëm po e vërtetojnë se do ta kenë shumë të vështirë që në të ardhmen të gjejnë partner të koalicionit. Unë nuk e mbështes këtë ide dhe as nuk pajtohem me këtë marsh. Jam i bindur se as Bleni nuk do ta mbështes, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickoski. Presidenti bullgar Omer Radev paralajmëron se përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta përshpejtojë ndjeshëm rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Shpresoj që fqinjë ynë jugperëndimor ta bëjë këtë sa më shpejt jetë e mundur në mënyrë që të hap derë negociatave për antarësim të plot, tha ai në një takim me përfaqësues të organizatave bullgare në Manastir, Ohër, Shkup, Prilep, Kavadar dhe Koçan. Siç raportohet nga zyra e tij, presidenti bullgar theksoi gjithashtu se detyra e çdo shteti demokratik është të mbrojë në mënyrë efektive të drejtat e të gjithë qytetarëve të tij dhe të garantojë të drejtën e tyre për vetvendosje. Partia në pushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, VMRO DPMNE, sfidon opozitën maqedonase LSDM me zgjedhje të parakoshme. Nëse LSDM beson se sondazhet në të cilat janë partia e 4 dhe e 5 në Maqedoni nuk janë të sakta dhe se kanë besim më të madh nga populli, le të paraqesin një kërkesë për zgjedhje të parakoshme parlamentare, apelojnë nga VMRO DPMNE. Më herët edhe LSDM-ja njoftoi se ristrukturimi i brendshëm i partisë do të përfundojë në 2 javë. Takime të shumta, koordinime të shumta ditëve të fundit. Në 2 javët e ardhshme i gjithë procesi do të përfundojë, paralajmëroi Benko Filipçe, kryetari i LSDM-s. Të martën në mbrëmje ai kërkoi dorëheqjen e të gjithë udhëheqjes përfshir bordin ekzekutiv duke filluar edhe procesin e riorganizimit dhe reformimit të partisë një muaj pas zgjedhjeve lokale. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, kritikoi fqinjet për bllokimin e integrimit të vendit. Gjatë samitit për Ballkanin Perëndimor mbajtur në Bruksel, Nikolovski nënvizoi se ndryshimet kushtetuese janë kushti i fundit. Sipas tij, ndërsa presioni mbi Maqedoninë e Veriut, pala bullgare nuk dëshiron të bëjë asgjë për balancë. Samiti vjetor i Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor i miqve të Europës mbledh rregullisht mbi 100 pjesëmarrës për të diskutuar mbi sfidat aktuale politike, zgjerimin dhe nxitjen ekonomike. Rajoni. Ministri e Punëve të Jashtme e Shqipërisë në ministerialin në Subestri konfirmon se siguria dhe përparimi qëndrueshëm në rajonin tonë fillon me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran. Peace, stability and security in the Western Balkans remains a core priority for Albania. Recognizing Kosovo as an independent and sovereign country should be step one in this direction.
Paqja, stabiliteti dhe siguria kudo në Europë vijojnë të jenë prioritetet tona kryesore. Siguria dhe përparimi i qëndrueshëm në rajonin ton fillon me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, apeloi Elisa Spiropali. Kryetari i Gjykatës Supreme në Kosovë shpreh shqetësimin për presione publike ndaj gjyqtarëve. Këtë çështje ai adresoi dhe figurave më të larta shtetërore duke nënvizuar se në këtë mënyrë cënohet pavarësia dhe krijohet një perceptim i gabuar për vendimarrjen. Sipas Rexhepit, gjykatat duhet të jenë të lira nga çdo ndikim i jashtëm, në mënyrë që besimi i qytetarëve në drejtësi të mbetet i palëkundur. Kryetari Supremes u ndal tek nevoja për unifikimin e praktikave gjyqësore dhe se zbatimi i njëjtë ligjit në të gjitha nivelet i ardh themeli pavarësisë dhe cilësisë së vendimarrjes. Betohen kryetarët e rinj të Mitrovicës, Veriut, Leposavicit, Zvečanit dhe Zubin Potokut. Filloi mandatin e ri në komunat veriore. Në Zvečan, Dragisha Milovic u betua dhe premtoi bashkëpunim me të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe lokale që veprojnë në Kosovë, përfshirë KFOR-in, EULEX-in, OSBE-n dhe MAPL-n. Në Mitrovicën e Veriut, mandatin e mori kryetari i ri Milan Radojevic. Në këtë komunë, seanca u vënua fillimisht pasi një asembli serb vendosi flamurin e Serbisë, i cili u hoq përpara se të vazhdonte procedura. Për t'i lënë radhën komunës së Zubin Potokut, kryetari i ri Miloš Perović u betua dhe premtoi të ushtrojë detyrën me ndershmëri dhe besnikëri ndaj komunës dhe qytetarëve. Edhe komuna e Leposavicit mori udhëheqjen e re nga kryetari Zoran Tadić, ku po ashtu dominoi flamuri i Kosovës dhe fotografia e presidentes Vjosa Osmani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mohon të ketë në hetim ndonjë antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në njoftimin zyrtar thuhet se SPAK nuk kryen dhe nuk ka kryer asnjë veprim hetimor që synon drejt për drejt apo tërthorazi të ndikojë vendimarrjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe aq më pak të ndërhyjë në procese të caktuara zgjedhore. Sipas SPAK, deklarimet të bëra në media përbëjnë spekullim të pastër të pambështetur në realitetin ligjor apo në praktikën hetimore të prokurorisë së posaçme. Çdo deklarate pa bazuar në fakte dhe mbështetur në spekulime mbetet në kuadrin e retorikës së pakonfirmuar në përpjekje për të keq informuar publikun dhe për të dëmtuar strukturën, thekson SPAK. Kryeministri i Shqipërisë argumenton shkaqjet e mosshkarkimit të numrit 2 të qeverisë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama deklaroi se nuk e mori vendimin për shkarkimin e Belinda Ballukut pasi një precedent i tillë do të përbënte problem për çdo qeveri të së nesërmes. Heqja e ministrit në rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen. Jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i çbalancimit pushteteve që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje, mund të hiqen pa vendim të kryeministrit, dhe thjesht mjafton një mas sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeverit, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeverie. Ja pse kam shkuar unë në gjykatën kushtetuese. Krahas asaj, kreu i qeverisë sqaroi efektet që sjell në ekzekutiv pezullimi Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, duke sjellë në vëmendje disa prej punëve që kanë mbetur peng i firmës së saj. Jo, unë flas për cënimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndryrjen konkrete, brutale në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit, mua në këtë rast, dhe nuk thot gjëkundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit, apo sipas tyre, sipas nevojës, edhe prokurorët dhe gjykatësit. Dhe edhe më konkretisht akoma, pastaj, flas se si prekja e gjithë këtyre bllokon punët në sektorin përkatës, në sektorin përkatës. Më 20 nëntor, gjykata e posaçme pezulloi nga detyra zëvendës kryeministren dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë, duke i ndalur gjithashtu të drejtën për të dalë jashtë vendit. Ajo është marrë pandehur për procedurat në tenderin e tunelit të Llogaras dhe është në hetim për tenderin e lotit të 4 të Unazës së Madhe. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se po ushtron presion ndaj gjykatës kushtetuese për çështjen e Belinda Ballukut, e pezulluar nga detyra me vendim të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo fuqi e jashtëzakonshme e drogës në regjimin e Edi Ramës lot një rol përcaktues edhe në rezultatin e zgjedhjeve, në vendimet e gjykatave,
në vendimet e ekzekutivit. De facto droga është vendimarrësi kryesor i vendit. Ish-kryeministri Berisha apeloi se kushdo që kryen veprime të paligjshme, vjedh paratë e qytetarëve, pezullohet dhe arrestohet, qoftë ky një ministër, kryeministër apo president. Rikthehen përplasjet në distancë brenda Partisë Demokratike. Kryedemokrati Sali Berisha i cilësoi një takim privat me agent personale shqetësimet e ngritur nga turi foltoreve të anëtarit kryesisë Salejani. Deklaratave të tij gjatë takimeve me struktura se shqetësimet e demokratëve nuk janë dëgjuar, Berisha i cilësoi si mashtrime. Ndërsa nuk munguan dhe akuzat dhe një grupi të demokratëve që sipas ish-kryeministrit në fushatën e fundit zgjedhore kanë punuar për Partinë Socialiste. Është i antar kryesie i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agent personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Antari kryesisë Partisë Demokratike dhe ish-deputeti Ervin Saliani kritikoi drejtuesit të opozitës se 7 muaj pas zgjedhjeve nuk kishin zhvilluar asnjë takim me strukturat lokale. Në një intervistë televizive, Saliani tha se kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është në punën dhe detyrën e tij, por hierarkia e saj nuk po funksionon. Listat e 11 majit, tha ai, zbehen entuziazmin e krijuar në radhët e demokratëve pas ardhjes së Kris Lacivita. Unë personalisht nuk largohem në asnjë moment. Unë i krijoj hapësirat. Unë nuk kam marrë asnjë gjë kyll. Kështu që si tani, a kam folur unë edhe po flas në strukturë partisë, në institucione. A nuk po bëhen ato që mendoj unë. Por ti hedhim publik se mbase hajde merremi me prandaj them që nuk ka rëndësi emrat fare. Ore merremi me këto që them, qëndrojnë apo nuk qëndrojnë. Bota. Ish-përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i jep dorëheqjen si rektore e Kolegjit të Europës. Ish-shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian dhe 2 persona të tjerë janë akuzuar zyrtarisht për mashtrim me prokurimet dhe korrupsion, konflikt interesi dhe shkeljet e sekretit profesional, tha zyra e prokurorit publik evropian. Të tre u ndaluan të martën si pjesë e një hetimi të Bashkimit Evropian për mashtrim dhe tani janë liruar ndërsa hetimi vijon. Mogherini ishte përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë. Hetimi ka të bëjë me mashtrim të dyshuar në lidhje me trajtimin financiar nga Bashkimi Evropian për diplomatët e rinj. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.